uj diskrecionin. Vjosa Osmani ka gabu. Vjosa Osmani ka gabu në një që pëjqil letat edhe po hynë fushat andjen dhe tyë, që o gabim, dhe me 5 prilla e dash me mshel gojnë. Nuk me thonë kuptimin pejorativ të keq. Po me mshel gojnë sa ju përket qësoj pjesës të që ka të bojnë shteti, raporte mbrëmshme, etnike, politike edhe raporte jashtme. Amerik, Iran, Islam politik, e tjerat, Bashkim Evropian, Këshilli Evropës, Asociacioni, marrëveshjet e Brukselit e Ojit, zbatimi, mos zbatimi, nesër thirr Trumpi atje në shtëpinë e bardhë, nuk thirr ta çon Grenelli, nuk ta çon, këto janë çështje të cilat derisa është detyrë nuk guxojnë me dalë publik. Një, e dyta. Do më thonë mire pas, na s'është dosh me dhon intervistën, Alel. Jo dhe? Jo. Jo, Albini. Jo, intervistë, do të me thonë po intervistë, se... Jo, mi përmen ato gjona se qka i përmendi. Fillimisht do dash me zjedh një media në Kosovë. Edhe, po e këmë thonë edhe këto, që në Kosovë do është mas pari. Parimi kryesor për një presidente në sistemin tonë zgjedhëror, që funksionon demokracia kushtetuese të na, është ajo që quhet vetë përmbajtje institucionale. Ato që ti e din për tjetër, ti s'dush me e thonë, du të mu vetë përmbajt. Ato që mund me abo tjetër, ti s'bo me e bo, se ti je mbi polet.